Ju përshëndes të gjithëve, mirë se erdhët në Ballkan Update. Unë jam Habi Hoxha, do të hapim sot këtë transmetim me zhvillimet që vijnë nga kryeqyteti, nga Tirana. Nënkryetaria e Bashkisë dhe sekretari i përgjithshëm i saj janë pushuar në mënyrë të menjëhershme nga puna. Sara Goxhajt dhe Alban Dokushit ju ndërpren marrëdhëniet e punës, një ditë pasi Erion Velia sqaroi se emërimi nga ana e tij e Goxhajt si kryetare në detyrë ishte bërë gabimisht dhe në mungesë të informacionit të plot. Vendimi për shkarkimin është firmosur nga kryetaria në detyrë Ranuela Ristani, e cila tha se ishte i bazuar në ligj. Ristani tha se puna në Bashkinë e Kryeqytetit vazhdon normalisht. Kryetaria e deleguar e Bashkisë së Tiranës, Ranuela Ristani, ka pushuar nga puna nënkryetaren e Bashkisë, Sara Goxhaj, dhe drejtorin e përgjithshëm në drejtorinë juridike të aseteve dhe licencimit, Alban Dokushi. Urdhri me firmën e saj në mungesë të Erion Veliajt mban datën 20 mars dhe hyn në fuqi menjëherë. Ristani nuk dha motive për këto shkarkime, por e pyetur nga gazetarët tha se për lëvizjet në bashki bazohet në ligj. Unë drejtoj një institucion. Institucioni udhëhiqet mbi bazë të rregulloreve, mbi bazë të legjislacionit dhe unë mbaj përgjegjësi për këto. Kështu që çdo lëvizje apo qarkullim stafit bëhet mbi bazë të këtyre dy parimeve. Ristani doli në deklaratë për mediat për të theksuar se ishte ajo në krye të Bashkisë së Tiranës. Për vendimin e shkarkimit përdori të njëjtat argumenta si Veliaj një ditë më parë. Kryetari i zgjedhur i Tiranës, Erion Veliaj, në përpjekje për të garantuar vimësinë e punëve, siç sqaroi dhe vetë dje nëpërmjet statusit të tij në rrjetet sociale, ka marrë disa vendime në kushte të informacionit të cunguar dhe në kushte të izolimit ku ai ndodhet. Këto vendime kanë krijuar një keqkuptim dhe kanë sjell konfuzion dhe shqetësim të panevojshëm, të cilin ai vetë sqaroi dje. Sipas Ristanit, në bashki nuk ka krizë dhe puna vijon. Këshilli i Europës thotë se Shqipëria ka bërë progres në luftën ndaj korrupsionit. Kjo arritje sipas europianëve është pjesë e përmbushjes së reformave nga qeveria shqiptare që mundsojnë afrimin me Bashkimin Evropian. Kryeministri Rama e quan kështu betejë të fituar luftën me korrupsionin dhe thotë se qeveria e tij do të vazhdojë hapjen e grup kapitujve të tjerë në negociatat për anëtarësimin me Bashkimin Evropian. Shqipëria ka bërë progres në parandalimin e korrupsionit në qeverisjen qendrore dhe organet ligjzbatuese. Gjatë prezantimit të raportit të Grekos, drejtori i përgjithshëm për të drejtat e njeriut dhe sundimin të ligjit në Këshillin e Europës, Gianluca Exposito, tha se qeveria e ka plotësuar reformat, të cilat mbështesin dhe ambicien e saj drejt Bashkimit Evropian. Korrupsioni nuk është çështje kombësie, pasaporte apo pozite gjeografike, por thelbësisht një çështje e integritetit personal dhe sistemeve që e ndalojnë atë. Shqipëria i ka plotësuar këto masa për të parandaluar korrupsionin në dy pjesë të administratës publike. Ky sukses i sotëm nuk duhet shihet si izoluar sepse është pjesë përbërëse e të gjithë reformave që po ndodhin në Shqipëri, në gjyqësor, në luftën kundër korrupsionit, të pastrimeve të parave. Është pjesë përbërëse e të gjithë reformave që do të mbështesin Shqipërinë në aspiratën e saj në Bashkimin Evropian. Ndërsa kryeministri Edi Rama tha se Shqipëria është një nga 3 vendet e rajonit që ka patur rezultatet më të larta në luftën kundër korrupsionit. Ai foli për reforma të tjera, si ndërveprimi 3 pushteteve, ekzekutivit, legjislativit dhe gjyqësorit. Ne jemi duke bërë përpjekje të gjithanshme për ta thelluar këtë progres, duke përgatitur një dallë tjetër reformash, të mirëqeverisjes, të sundimit ligjit dhe të antikorrupsionit, me një përfshirje të madhe të të gjithë institucioneve dhe me ndërveprimin e 3 pushtetet të pavarura, pushteti legjislativ, pushteti ekzekutiv dhe pushteti gjyqësor. Rama tha se qeveria po punon për përfshirjen e inteligjencës artificiale jo vetëm në prokurimet publike, por edhe në kadastër. Kreu i qeverisë tha se teknologjia duhet të ketë një rol të rëndësishëm edhe në polici apo prokurori, me qëllim marrje në kohë reale të dëshmive.
Pa diskutim që nuk mund të largohet nga vëmendja ajo se çfarë ndodhi në Koçan të Maqedonisë së Veriut, fokusi tani është tek hetimet, 34 persona mes të cilëve edhe zyrtar janë në hetim për tragjedinë në Koçan, sipas kryeprokurorit në Shkup, shkelja kompetencave apo mosveprimi i tyre u bën pikërisht shkak për tragjedinë e rëndë me 59 të vdekur pas zjarrit që përfshiu ambientet e diskotekës së njohur me emrin komercial Puls, po që ishte pa licencë. Prokuroria në Maqedoni të Veriut po heton 34 persona, 24 prej tyre persona fizik, 3 juridik dhe 7 në punës policor, të gjithë të dyshuar për vepra të ndryshme penale, që kanë të bëjnë me zjarrin në diskotekën Puls në Koçan, ku humbën jetën 59 persona. Kështu ka deklaruar kryeprokurori Koçevski, i cili ka dhënë detaje lidhur me hetimet. Në mesin e të hetuarve janë dhe 3 persona juridik të dyshuar për krime të rënda kundër sigurisë publike. Të gjithë të dyshuarit në periudhën nga viti 2012 deri në 16 mars 2025 me kompetenca dhe përgjegjësi të ndryshme, nuk kanë vepruar as pak në përputhje me rregulloret për masat mbrojtëse të klubit, duke shkaktuar rrezik të madh për jetën e njerëzve dhe pronën. Sipas kryeprokurorit Maqedonas, zinxhiri i gabimeve të personave përgjegjës ka sjellë shpërthimin e zjarrit si pasojë e përdorimit të mjeteve piroteknike. Nga sigurimi i provave gjatë hetimeve, Koçevski paralajmëroi dhe hetim të personave të tjerë të përfshirë në ngjarje. Ai shpjegoi se objekti i destinuar për industrinë e lehtë nuk i plotësonte kërkesat për qëllime të tjera. Maqedonia e Veriut përcolli të njëjtën për në banesën e fundit, trupat e viktimave nga zjarri tragjik që përfshiu klubin e natës në qytetin lindor të Koçanit. Bashkimi Evropian kërkon nga politika në Kosovë që qeveria e re që pritet formohet të bashkëpunojë me partnerët strategjik. Apeli i shefit të zyrës Bashkimit Evropian në Prishtinë i bashkohet thirrjeve të vazhdueshme të ndërkombëtarëve muajt e fundit për Albin Kurtin për shkak të qëndrimeve dhe vendimeve të tij të pakoordinuara me perëndimin që në thelb kanë cënuar raportet e Kosovës me Brukselin dhe Washingtonin. Qeveria e re në Kosovë duhet të jetë një qeveri e qëndrueshme dhe në gjendje të bashkëpunojë. Kështu ka deklaruar shefi i zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, Ivo Orav, në një intervistë. E shohim që formimi i qeverisë së re në Kosovë po merr kohë. Ne e kuptojmë plotësisht. Shpresoj shumë që qeveria e re do të jetë një qeveri e qëndrueshme që do të jetë në gjendje të bashkëpunojë me ndërkombëtarët në mënyrë që të lëvizim përpara. Orav ka folur edhe për vizitën në Kosovë të emisarit evropian për dialogun Kosovë-Serbi Peter Sorensen. Përfaqësuesi i ri posaçëm i Bashkimit Evropian, Peter Sorensen, u emërua pak më shumë se një muaj më parë dhe vizita e tij e parë në rajon ishte Kosova. Po në fillim të javës ai ishte këtu 3 ditë dhe ishte më shumë për të dëgjuar liderët politik, u takua me organizatat jo qeveritare, u takua me komunitetin e biznesit. Udhëtoi nëpër Kosovë për të mësuar saktësisht se çfarë mund të bëhet. Ai nuk erdhi këtu me ndonjë ofertë apo propozim, sepse tani duhet të shkojë gjithashtu në Beograd për të parë se çfarë presin ata dhe pastaj të përgatisë hapat e tij të ardhshëm. Bashkëpunimi i qeverisë Kurti me ndërkombëtarët ka qenë problematik, madje për shkak të qëndrimeve të pakoordinuara me perëndimin. Qytetarët e Kosovës vuajnë ende sot sanksionet e Bashkimit Evropian. Për vizitën e emisarit Bashkimit Evropian për dialog Peter Sorensen ka folur edhe presidentja e Kosovës Vjosa Osmani, e cila ka zbuluar disa detaje të bisedave mes tyre, po ashtu ajo është përgjigjur edhe interesimit të mediave nëse do të ketë një mandat të dytë për të pas përfundimit të parit, që është element thelbësor i diskutimit për sa i gjatë do të jetë kjo qeveri e re që pritet formohet në Kosovë. Ndjekim materialin. Formimi i një qeverie afatgjatë për Kosovën është i lidhur ngushtë edhe me përfundimin e mandatit të presidentes së vendit Vjosa Osmani vitin e ardhshëm. Nëse legislativi nuk ka votat e mjaftueshme për të zgjedhur kreun në shtetit, atëherë vendi shkon në zgjedhjet parakohshme. Ka qenë presidentja Osmani që ka komentuar lidhur me këtë çështje pas interesimit nga gazetarët. E pyetur nëse po synon të vazhdojë mandatin dhe për 4 vite të tjera, Osmani deklaroi se asnjë vendim i saj politik nuk është bazuar në kalkulimet se ku do të jetë ajo personalisht. Në fillim të vitit të ardhshëm, ne do të diskutojmë për këtë çështje. Për gjatë gjithë karrierës sime politike, kam punuar
duke pasur parasysh vetëm e vetëm interesin e Republikës së Kosovës dhe të gjithë qytetarëve të saj, asnjëherë asnjë vendim politik nuk është bazuar në kalkulime se ku do t'jem unë, por vetëm se ku do t'jetë Kosova dhe qytetarët e saj. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka dhënë edhe detaje plotësuese për takimin me të dërguarin e Bashkimit Evropian Peter Sorensen në lidhje me draft statutin e Asociacionit Komunave me shumicë serbe. Ai tha se me emisarin e dialogut riparaqiti vërejtjen për mos përputhjen e draftit me Kushtetutën e Kosovës. Asociacioni i Komunave me shumicë serbe është një pikë nxehtë e diskutimeve në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë. Në kohën kur flitet për zhvillimet në politikën e jashtme dhe marrëdhëniet me Serbinë, vendi është ende pa një qeveri të re pas zgjedhjeve të 9 shkurtit. Qeveria e re e Kosovës është diskutimi më i madh në Prishtinë. Do të kemë një komunikim të drejtë për drejtë me Vullnet Bukaqku nga Instituti Demokratik i Kosovës. Vullnet, përshëndes, shumë faleminderit për kohën. Sigurisht që instituti juaj nuk merret me komentime politike. Unë sigurisht do të pyes për çështje që lidhen mirëfilli me zbërthim të legjislacionit për afatet edhe për periudhën se kur do duhet nis diskutimin për qeverinë e re, thjesht për një parashtrim për shikuesit. Do duhet themi që së fundmi ka qenë i dërguari i Bashkimit Evropian në Prishtinë, ai i cili ka dërguar një mesazh të fortë për sa i përket formimit të qeverisë, që ka thënë se pavarësisht se mund të marrë kohën e saj, kjo qeveri gjithsesi mënyrë të nënvizuar dhe duhet të jetë bashkëpunuese me ndërkombëtarët, një mesazh i rëndësishëm ky. Po ashtu sot Vjosa Osmani ka folur për një mandat të dytë, një diskutim që nuk dihet ende se ku do të shkojë, se është element thelbësor për sa i përket të pasurit një qeveri afatgjatë në Kosovë. Unë do të pyes për çështjet të procedurave, jo më larg se përpara disa minutash teksa futesha në transmetim po lexoja edhe për një tjetër kërkesë të dërguar nga lëvizja vetëvendosje në Gjykatën Supreme. Çfarë po ndodh, kur mbyllet ky procesi i ankesave drejtuar PZA-PS aty, po me sa duket ka kaluar tek stadi tjetër tek Gjykata Supreme? Po, është vërtet që tani jemi në fazën e shfrytëtimit të ankesave ndaj vendimit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për shpalljen e rezultateve përfundimtare. Subjekti politik, lëvizja vetëvendosje, ka shprehur pakënaqësi ndaj këtij vendimi, duke kërkuar një proces të ri të rivotimit për votat e diasporës, në këtë rast për votat me postë, sepse ata pretendojnë dhe dyshojnë që rezultati i zgjedhjeve sa i përket këtij votimi, pra të votave me postë, është rezultat i manipuluar dhe si rrjedhoi po kërkojnë që ky proces të përsëritet, pra votimi me postë. Subjekti në fjalë ka përdorur mjetet juridike që janë të aplikueshme sipas ligjit në fuqi në Kosovë, e ka kontestuar në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa fillimisht vendimin e KQZ-s për shpalljen e rezultateve. Paneli zgjedhor ka shfrytzuar ankesën e fjalë dhe ditëve të fundit, pra e ka refuzuar si të tillë për faktin se ka gjetur se e njëjta kërkesë apo e njëjta ankesë nuk është e dëshmuar apo nuk ka dëshmuar me prova të mjaftueshme se ka ekzistuar apo jo manipulimi i votave me postë. Dhe kundër këtij vendimi të këtij paneli, tashmë është deponuar edhe një ankesë në Gjykatën Supreme të Republikës së Kosovës, ku tani çështja ka kaluar në Gjykatë Supreme dhe pritet verdikti i Gjykatës Supreme mbi këtë çështje. Sa i përket fillimit të procedurave të krijimit të institucioneve në Kosovë, vlen të theksohet se sipas ligjeve në fuqi në Kosovë, duhet që së pari të pritet certifikimi i rezultateve të zgjedhjeve, dhe ky certifikim do të ndodhë vetëm pasi të shterën të gjitha procedurat e ankesave, qoftë në BZAP, qoftë edhe në Gjykatën Supreme të Republikës së Kosovës. Dhe aktualisht, pa dalur vendimi i Gjykatës Supreme, nuk do të kemi ende edhe pak dikë certifikim të rezultateve të zgjedhjeve. Po këto ankesa mund të depozitohen pambarimisht, pra nuk ka një afat ligjor që i thot deri në këtë datë ju mund të dërgoni ankesat tuaja? Edhe dua të pyes edhe për një element tjetër, vetëm lëvizja vetëvendosje ka dërguar ankesa apo ka edhe subjekte tjera politike që janë në këtë proces? Po, fillimisht lejoni që janë të përcaktuar edhe afatën mbi trajtimin e këtyre rasteve kur dërgohen në Gjykatën Supreme. Nga momenti kur paneli zgjedhor për ankesat dhe parashtresa nxjerr vendimin e tij, duke vendosur qoftë për të aprovuar apo refuzuar një ankesë, palët e pakënaqura kanë të drejtë që brenda 48 orëve
të parashtrojnë një ankesë tjetër në Gjykatën Supreme të Kosovës. Dhe Gjykata Supreme ka afat, sipas ligjeve në fuqi në Kosovë, që brenda 5 ditëve të nxjerrë një vendim ku do të shfrytoj dhe trajtoj dhe do të jap merit zgjidhjes së kësaj kërkese në fjalë. Dhe në rastin konkret, pra duhet pritur që së paku edhe 5 ditë të ardhshme që Gjykata Supreme të përfundoj apo të nxjerrë një vendim dhe më pastaj fillojnë hapat më të tjeshëm për certifikimin e rezultateve të zgjedhjeve. Deri me tani, nga informacionet që unë kam, nuk është vetëm lëvizja vendosje që ka deponuar një ankesë të tillë, është edhe një kandidat për deputet nga radhët e subjektit politik Partia Demokratike e Republikës së Kosovës, i cili ka shfaqur pakënaqësinë ndaj vendimit të BZAP-it dhe si ai tashmë ju ka drejtuar Gjykatës Supreme për ta kontestuar vendimin në fjalë. Menjëherë pas mbylljes së këtyre procedurave, do duhet jetë i menjëhershëm, pra brenda asaj dite, drita jeshile e dhënë nga presidentja Osmani për të nisur atë afatin 30 ditor për partinë e parë? Po, Kushtatuta e Kosovës, përkatësisht dispozita e 95, e specifikon në mënyrë të qartë që pas zgjedhjeve, pra pas certifikimit të rezultateve të zgjedhjeve, duhet të aktivizohet Presidentja e Republikës së Kosovës, e cila menjëherë kërkon që të caktohet seanca e parë e konstituimit të Kuvendit të Republikës së Kosovës, e cila duhet të mbahet jo më vonë se brenda 30 ditësh nga dita kur certifikohen rezultatet e zgjedhjeve. Mirë po, paraprakisht kësaj, presidentja ka të drejtë edhe mundësi që të filloj edhe konsultimet me partinë fituese të zgjedhjeve, në këtë rast lëvizjen vendosje, që të fillojnë edhe procedurat e miratimit apo edhe të themelimit të qeverisë. Dhe si rrjedhoj, presidentja ka mundësi dhe ka edhe të drejtë që të konsultohet me partinë e parë fituese të zgjedhjeve që të caktohet edhe mandatari për formimin e kësaj qeverie. Mirë po fillimisht, sipas ligjeve në Kosovë, së pari duhet pritur që të themelohet Kuvendi i Kosovës, pra të zgjidhet kryetari dhe nënkryetarit e Kuvendit të Republikës së Kosovës, dhe kur të përfundojnë procedura e përzgjedhjes së kryetarit dhe nënkryetarëve, atëherë fillohet me procedurën e përzgjedhjes së qeverisë së Republikës së Kosovës. Kujt i takon kryetari i Kuvendit, meqense ky është hapi i parë si procedohet? Sipas Kushtetutës dhe disa vendimeve të gjykatës sonë kushtetuese, është sqaruar që e drejta për të propozuar kryetarin e Kuvendit i takon grupit më të madh parlamentar, i cili ka dalur fitues nga zgjedhjet e fundit parlamentare. Dhe rrjedhimisht në këtë rast apo në këtë situatë i takon partisë Lëvizja Vendosje që e njëjta ta propozoi kandidatin për kryetar të Kuvendit. Vullnet, falenderoj shumë për kohën, i përpikt si gjithmonë. Faleminderit edhe juve, ishte kënaqësi. Të përshëndes. Flasim tani për një tjetër zhvillim sot në Skënderaj, shumë pritur do duhet themi ka qenë kjo vizitë, edhe pse vonuar, ka mbritur ish presidenti i Kosovës në Skënderaj në varrin e të Atit, bëhet fjalë për Hashim Thaçin, një vizitë e cila sikurse edhe pritej, sikurse edhe ndodhi me mbritjen e tij të parë pas kaq kohësh kur vizitojnë Spital të Atin, mori shumë vëmendje. Njihemi me materialin. Ish presidenti i Kosovës Hashim Thaçi nuk mundi t'i jepte lamtumirën e fundit babait të tij Haxhi Thaçi, i cili u varros të martën në Skënderaj, por tashmë ka marrë leje për të vizituar varrin. Ai mbërriti këtë të premte në Kosovë. Avioni privat me të cilin udhëtonte Thaçi u nis nga Rotterdami në orën 8 dhe ka mbërritur në aeroportin e Prishtinës në orën 10. Thaçi është parë me lulin në duar teksa hyn në varrezat e fshatit Buroi të Skënderajt. Pas nderimit tek varri i babait, ish presidenti ka vizituar nënën dhe motrën e tij. Thaçi vizitoi teatrin në spitalin ku ndodhej i shtruar në Prishtinë disa ditë para se të ndronte jetë, por gjykata speciale nuk i dha leje të merrte pjesë në varrimin e teatrit. Haxhi Thaçi ndroi jetë në moshën 87 vjeçare pas një lufte të gjatë me sëmundjen dhe pasi qëndroi i shtruar në spitalin e Prishtinës. Moslejimi për të vizituar babain u prit me kritika në Kosovë mbi të gjitha nga mbërtetësit e tij. Për varrimin e teatrit të Thaçit u kujdes komuna e Skënderajt, që organizoi një ceremoni shtetërore ku morën pjesë mijëra qytetar. Në indeksin e lumturisë, lajmi i mirë është se kosovarët janë më të lumturit për sa i përket renditjes në rajon, po në fakt ata janë edhe më të varfrit. Njihemi me materialin.
Lumturin nuk e fshehin, ndonë se arsyet i kanë të ndryshme. Ria ka vleftë të madhe, se ne jemi popull që kemi jetuar në robni përpara, veç për që ta jemi të lumtur. Dikush mendon se kosovarët e kanë një lidhje më të veçantë për lumturi. Jena lidhën të Berelia. I pajtyre me rëtëse, se patëm, se s'patëm. Për një tjetër shëndeti është më e rëndësishme. Shletën me pas tjerat, Pavarësisht arsyeve, populli i Kosovës është më i lumturi në rajon, e sipas raportit botror të lumturisë, rangohet i 29 në mesin e 147 shteteve në planet të përfshira në studim. Megjithatë, psikologu Ilir Havolli thotë se në këtë dokument mund të ketë përgjigje që nuk korrespondojnë me realitetin. Ka shumë raste kur anketuesit nuk janë sinqert në anketa dhe është mundur që ata të japin përgjigje më pozitive se sa realiteti për arsye të ndryshme, duke përfshi këtu krenarinë kombëtare ose mungesën e besimit në sondazhe. Përkundër kësaj, një tjetër psikologe thotë se jemi më unik. Ne jemi njerëz që jemi shumë të shoqërueshëm, lehtë të adaptueshëm, edhe kjo ndikon shumë tek ne si popull që ta reflektojmë lumturinë. Ilir Havolli bëri me dije se kjo renditje vjen pasi shoqëria nuk lidhet me gjërat materiale, por me aspektin familjar. Kosova edhe vitin e kaluar ishte e rënditur në këtë numër. Ne kemi mbërritur në fund të Balkan Update, ju rikujtoj si gjithmonë adresën tonë zyrtare të webit, abcnews.al, ku mund të lexoni lajmet më të fundit nga vendi rajoni e botë, apo edhe të na ndiqni përmes valve të radios në 105 FM. Ne bashkë ndajemi këtu, po vetëm pas pak vjen kolegu Nertan Prifti me Sport Center.